E pra ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin këtë herë për të komentuar disa fotografi që në fakt po bëjnë xhiron e rjetit. Loredana Brati dhe Josefin Marku. Loredana Brati, falni, dhe Josefin Marku shfaqen në fotografit e fund vitit së bashku. Ky titull, këto fotografi në fakt po bëjnë xhiron e rjetit dhe publiku ka filluar që të vë dyshim se çfarë po ndodh me Jozin dhe çfarë po ndodh me Lorin në këtë rast. Tani, fatkeqësisht, inteligjenca artificiale ka arritur që të merë vëmendje dhe të krijojë fokus të madh në mediat shqiptare dhe tek populli shqiptar, saqë është në gjendjen që të krijoj fotografi, po në fakt i ka krijuar shumë të bukura dhe fansat e Lorit edhe të Jozit kanë fatin që ta shijojnë edhe një herë momentin edhe emocionin e tyre që përjetuan në Big Brother. Ish konkurrentja e Big Brother VIP Albania 4, Loredana Brati, ka reaguar publikisht pas së shpërndarjes së disa fotove që po qarkullojnë me shpejtësi në rrjet, ku ajo shfaqet të pranë Jozit, do të thënë foto siç duken siç është një çift i martuar, do të thënë ju tani po i shikoni fotot. Fotot të cilat janë të gjeneruara me inteligjencën artificiale përmes një mesazhi drejtuar ndjekësve në broadcast të channelin e saj, Loris People në Instagram, ajo ka sqaruar se imazhet në fjalë nuk janë reale, por janë krijuar përmes inteligjencës artificiale. Ajo i ka cilësuar këto foto si dashakeqes dhe mashtruese, duke kërkuar që shpërndarja e tyre të ndalohet menjëherë. Sipas saj, imazhe të tilla krijojnë keqkuptime, përhapin dezinformim dhe dëmtojnë jo vetëm figurën e saj, por edhe publikun që i beson këtyre përmbajtjeve në rast të rreme. Fotot e krijuara me AI nuk pasqyrojnë realitetin dhe po përdoren për të nxitur thashë theme, ka theksuar Loredana duke bërë thirrje për më shumë përgjegjësi në përdorimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve në rrjetet sociale. Loredana thot kështu: "Përshëndetje të gjithëve. Shpresoj që ky mesazh t'ju gjej mirë. Prej disa kohësh po qarkullojnë foto të krijuara me AI, që nuk kupton me inteligjencën artificiale, në të cilat shfaqemi unë edhe Jozi bashk. Do të doja që kjo gjë të ndalonte. Kjo përmbajtje jo vetëm që po krijon iluzione dhe keqkuptime, thot, por edhe po përhapin desinformimin. Duke marrë shkas nga ky mesazh, dua t'ju falenderoj të gjithëve që vazhdoni të më qëndroni pranë dhe të më suportoni secili në mënyrën e vet. Ju ndoshta edhe nuk e dini, por keni qenë forca ime më e madhe në momentet e mia më të errta. Ju dua shumë dhe ju dërgoj një përqafim të madh", thot Loredana Brati. Në mesazhin e saj ajo ka gjetur kohën edhe për falenderimin e fansave. Tani, do me thënë, fotografit janë shumë të bukura, në fakt janë shumë të bukura për t'i parë dhe ku të ishin dashurit realisht si na ai, ku të ishin dashurit si në inteligjencën artificiale. Fotot janë të krijuara me inteligjencë artificiale, nuk kemi patur një reagim nga ana e Jozit sepse ndoshta edhe nuk e ka marrë si të mirëqen, nuk është se intereson të reagon për ngjarje të këtilla, por Loredana ka reaguar menjëherë dhe siç duket e ka vrarë ky fakti që po i bëhen fotot bashkë me Jozin. Ndoshta fansat e kanë me shumë qejf që Lori të kthehet në krahët e Jozit të vazhdojnë dashurinë e tyre, por kjo gjë siç duket nuk po ndodh dhe Loredana është e prerë në vendimin të cilin tashmë e ka marrur.